doktor, unë mendoj se partia jonë ka shumë probleme dhe kush është në këtë sallë këtu, por jo vetëm, ka një qasje shumë më praktike dhe shumë më të vërtet ndaj zgjidhjes këtyre problemeve dhe mendoj që është shumë e mirë që ne të bënim një takim tjetër pa kamera, pa televizor, me duart mbyllura midis forumit dhe jush, sepse unë jam me parimin që problemet e shtëpisë fliten brenda shtëpisë dhe nuk fliten në sytë e botës. Gjithsesi, po prek një problem që është shumë evident dhe e shikojnë gjithë shqiptarët dhe jo vetëm ne, dhe po jap një sugjerim timin që ndoshta mund t'ju pëlqejë ose jo. Atëherë, ne çdo të hënë bëjmë këto foltoret para kryeministrisë, që themi drejtën, pjesëmarrja nuk është shumë e kënaqshme. Tani, problemi këtu nuk është te mos pasja mundësisë ose pasja e frikës, siç thon dikush që nuk vinë njerëzit. Problemi është që njerëzit nuk duan të vinë të hënave, sepse kur bëjmë ne protesta kombëtare, sheshin bushet plot. Kështu që problemi qëndron ke foltorja të hënës, që nuk ka pjesëmarrje. Tani, mendimi im, por besoj jo vetëm i imi, është që shumë nga ata folës që dalin aty nuk janë të denjë për të na përfaqësuar, sepse në moment që dikush merr atë foltore, nuk përfaqëson më veten e tij, por përfaqëson të gjithë demokratët, ku përfshihemi sigurisht dhe ne antarët e forumit. Dhe me pasjen e folësve që nuk janë denjë dhe nuk e di kush i zgjedh, po personi ose personat që i zgjedhin disa nga ata folës që dalin aty, po bëjnë faj ndaj nesh, jo thjesht gabim. Sepse të dalin aty njerëz që flasin kuturu, disa kanë qenë dhe tap, që u merret goja kur flasin, na dëmton të gjithëve. Dhe sidomos ne rinin, sepse ne e kemi karrierën politike para dhe e kemi jetën para në Shqipëri. Dhe dëmtimi i PD-s dhe imazhit PD-s në publik na dëmton më shumë ne se sa ju, doktor.